A kupton, jo se përdoret. Pavarësisht se ndoshta ishte edhe herë thash. Ndoshta një fjalë që tash aja përdor në favor vet, po konteksti edhe qëllimi i thashë Brekena përdor Kristin. Po pra, mund ta kishte thënë kështu? Po jo, po e thash Jo. e thash në atë mënyrë që mi dje Kristi sa më fort. Okej. Po që më thanë Gjuajte Brekenën për të... po se gjujta Brekenën. E pe që në asnjë moment nuk... Se gjujta Brekenën. Kristi? E se unë i thash, ja i thash. Bile i thash Brekena është tutorja Kristit, domethënë e përdor Kristin. Brekena e përdor. Ta thosha, aq më shumë që ja femën, ta thosha Kristit që për Brekenën edhe ishte autogol, ose domethënë, por ajo fjalë pa me pa hullu, se mëse ka këtu momente që gota shifet gjys plot, gjys bash. Dikush e shef nësh, dikush nësh. Brekena për këtë mesazh shumë, unë nuk e ka pas të nevojshme fare për ta përdorë këtë situatë, se ka pas situata në... Ja, aja kishte nevojshme sepse unë kur fola te aneksi, ja pa fjalli të babe, po argumentat e soj, e kam ditë 3 minuta para, thote. Në më thonë, masaj na vazhdoj të provoku, të tavolina podcastit të dhe.